Një minutë, pyetje naive e ngriti zonja Afizi. Mos më rendit, se mund të gjësim. Pyetja ime, kur kemi 234 milion euro të investuara në industrinë e riciklimit plerave. Për një periudhë kohore nga viti 93. Në rregull. Pra nuk janë investime të bëra sporadike. Nuk riciklohen dot plerat që prodhojnë. Sepse ka dështuar pushteti vendor. Atëherë të them, të bëjmë argumentin tjetër? Po. Pra cila është se kemi plera kur pas kemi gjithë investim riciklim në plera? Pyetje naive thash. Jashtëzakonisht e rëndësishme që ne të ndërgjegjësohemi. Mos funksionimi i ligjit. Biznesit. Se biznesi nuk investon aty ku s'ka interes, drejtëmori. Tani ne jemi edhe në komunikim tjetër. Antarët të gjithë ricikluesit shqiptar kanë paguar me kosto shtesë. Njerëz të cilët kanë bërë të pamundur ndarjen e plerave në landfille. Po të vazhdojnë me të njëjtin ritëm, shumë mirë. Dashur ti je në një pozicion aq komod sa s'ka ide. Të lutem, merr një iniciativë sillmare private. Kam zgjedhur dhe jam deputetja vetme deri tash e parlamentit që ka kundërshtuar. Merr një iniciativë në sipërmarrje private dhe menaxhonje në një vend ku sipërmarrja gjykohet dhe gjithmonë është paragjykuar dhe penalizuar. Atëherë ne mund të flasim bashkë sepse ne jo vetëm ti fol për gjykimin nuk ta mbaroj se po flas për dështimin e biznesit, ka drejtë ata. Ka një analizë kostoje. Analiza e kostos është kur ti me bazën privat. Kur ti më thua pse nuk vazhdon ta bësh, unë vazhdoj ta bëj pastrimin e landfilleve. Por nuk më furnizon dot sepse mos funksionimi i ligjit për mbetjet e integruara, mbetjet urbane e ka bërë të pamundur që unë të përzgjedh dhe të ndaj mbetjet për t'i kaluar te industria ime. Dhe kjo është detyrë e pushtetit lokal. Pushteti lokal ka dështuar shumë dakord, edhe pushteti vendor. Edhe pushteti vendor aty e ke ligj, e ke ka dhe një kërkesë tjetër. Pse ju nuk dilni si aleancë për mbrojtjen e mjedisit tek landfillet dhe ti tregoni pushtetit lokal, pse ju nuk dilni në sheshet e bashkive dhe ti thoni bashkive që pastronja industrisë së ricikluesve. Atë pra po themi, ato i bërë pyetje, ju po dilni zoti Çalci, si ka mundësi sot kur ligji po miratohet. Si ka mundësi që ky ligj, që ka 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet është miratuar, nuk e bërë asgjë. Do t'jap dhe efektin, të lutem, t'jap dhe efektin e industrisë. Pra 234 milion euro të investuara. Janë sot aktualisht 2200 punëtor, ndërkohë që me miratimin e ligjit pritet. I kanë investuar vetë ato para? Me kredi. Me kredi? Po duke e ditur që nuk lejoj importi. Jo, kjo është ajo që duhet të sqarojmë mirë. Sepse investimet fillojnë që nga viti 1993 dhe mbarojnë në 2011. Atë vendimi 2013 pas e qenë kundër biznesit. Normal. Ne kemi kundërshtuar që atëherë. Pra vendimi 2013 ishte kundër biznesit. Nuk ndaj. Po nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë, sepse ajo është nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Ja, ta mbaroj Nikolini dhe Gjergj. Nuk është e vërtetë. Ka marrë një premtim, në 2008, ka marrë një premtim nga kryeministri i atëhershëm në gjatë bazë nga bërë investimi tani mos tregojmë prallë atyreve kohë tani se dim se ne aty kemi qenë gjithë për debate. Ka marrë një premtim nga kryeministri i atëhershëm Berisha që kjo gjëja do bëhet, do çohet përpara. Kishte kryeministri, kur këdo më tepër si supporter, ishte kryeministri, u bë investimi, i doli njerëzit kundra. Dhe ka qenë në 78%. Dhe pyetja ime që kam pastaj, që është dhe pyetje politike, si ka mundësi e njëjta mos e bëj kaq teknike kemi separimin. Ta mbaroj efektin, pastaj të mund të ketë debat. Po ajo po e kuptova, po. E para, industria vihet me eficiencë nga 25% shkon në 80% industria. Ndotja është zero. Pa mos harrojmë të, impakti është zero negativ, nuk ka impakt negativ. Ke 2 fishim punësimi dhe ke 10 fishim tonazhi në import. Kur garanton që me këto me importin e këtyre plerave nuk hyn materiale të rrezikshme radioaktive? Kemi shtet. Ajo shtet. Po më shtet ke kulumin atje, ke kodrën atje.